Grabitja e thesarit në Krab, 13 mars 1997. Kanë kaluar mbi 2 dekada, por ajo ditë mbetet mister. 13 mars 1997. Objekti shtetëror në Krab sulmohet. Aty ruhej thesari i shtetit dhe një pjesë e arkivit të Ministrisë së Brendshme. Kaos, turm, depo të hapura me forcë. Thesari nuk ishte krijuar rastësisht. Ai u themelua me urdhër të kryeministrit me 21 maj 1963. Rezerva banknotash u shpërndan në disa degë të Bankës së Shtetit: Berat, Elbasan, Gramsh, Rëshen, Tepelen, Durrës. Në vitin 1968 u shtuan rezerva të tjera në Korçë, Laç, Burrel, Puk, Shkodër, Bajramçuri, Vlorë, Skrapar. Në vitin 1974, nis zhvendosja e vlerave monetare dhe triskave të luftës. 3349 arka transportohen nga disa degë drejt depozitimit qendror. Me vendime të Këshillit të Ministrave në vitet 1974, 1976 dhe 1981, depozitohen në thesarin për kohë lufte sasi ari dhe argjendi, mes tyre edhe stolime gur diamanti, të sekuestruara gjatë regjimit komunist. Në vitin 1992, thesari vendoset në Krab. Më vonë, aty zhvendoset edhe një pjesë e arkivit të Ministrisë së Brendshme. Inventari i fundit bëhet me 27 shkurt 1997. 2 javë më vonë, sulmi. Çfarë u vodh? U vodhën arka me Napolona ari, lira osmane dhe afro 2000 kilogram argjend. Një përpjekje tjetër për të vjedhur Floririn ndodhi më 13 prill 1997, por u ndal nga shpërthimi i një mine. Dëmi i pallogaritshëm, jo vetëm financiar, por historik. Si u lejua një objekt i tillë të binte? Kush mban përgjegjësi? A u rikuperua gjithçka? Politikanë të lartë u akuzuan për vjedhjen, por asnjë hetim zyrtar. Kraba nuk është thjesht një tunel, është simboli një shteti që u rrëzua brenda natës dhe një thesari që pagoi çmimin e kaosit.